Në fokus të aksioneve të kontrollit të policisë së Vlorës janë tashmë dhe tabakinot, për shkak të mjedisit ideal që këto biznese ofrojnë për të tregtuar lëndë narkotike, duke filluar nga ato të dozave kokain, por dhe kanabis sativa. Në kuadër të aksioneve të kontrollit të ndërmarra në këto biznese dhe njëkohësisht si rrjedhoi informacioneve të siguruara dhe më parë në mënyrë operative dhe hetimeve të thelluara të policisë së Vlorës, ka bërë me dije këtë të shtunë detaje nga një aksion policor i finalizuar me sukses. Sipas njoftimit të policisë së Vlorës, bëhet me dije se është finalizuar operacioni policor Tabakino, goditën 2 raste të shmëndarjes së drogës dhe tregtisë së palishme të mallrave të ndryshuara, si të kontrabanduara. Sekuestrohen 10 doza kokaine, kanabisi dhe paketa cigaresh pa pull fiskale. Kishin përshtatur subjektet e tyre tregtare për fshehjen dhe shitjen e dozave të kokainës dhe të kanabisit. Vjen në pranga 3 shtetas. Seksioni për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në vijim të punës për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe tregtisë së palishme të mallrave të dyshuara si të kontrabanduara, organizoi dhe finalizoi operacionin policor të koduar Tabakino, në kuadër të cilit u arrestuan në flagrancë shtetasit DB 40 vjeç, KV 44 vjeç, AT 39 vjeç, të 3 banues në Vlorë. Arrestimi i tyre u bë pasi gjatë kontrollit në 2 subjekte tregtare të llojit Tabakino në qytetin e Vlorës, njëri në përdorim nga shtetasi me inicialet DB dhe tjetri në përdorim nga shtetasit KV dhe AT. Shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 10 doza në lëndë narkotike të dyshuara si kokainë dhe kanabis, si dhe një sasi paketash cigaresh pa punë fiskale të Ministrisë së Financave, të dyshuara si të kontrabanduara. Materialet procedurale u referuan në prokurorin pra gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.